pas një dështim total në gjitha sferat qeverise. Dhe me thonë një qeveri e përfshirë për pos që s'kam bo kur gjë në asnjë segment tjetës në Kosovë, ata janë përfshirë edhe në shumë aferat ndryshme. Po, është e vërtet që kurti në këto zgjedhje lokale është jashtëzakonisht i angazhuar, edhe nëse e krahasoj me zgjedhjet e kaluara lokale, ku në fakt pse një disfat madhe në gjitha komunat, këto është shumë i angazhuar edhe i ka disa arsye, për shkak se gjatë këtij pushtetit 4 vjeçar që e pat kjo qeverisjes 4 vjeçare, kurti ka tentuar dhe ja ka rrit bajegi deri në një farmase të madhe që përmes veprimeve që i ka bërë në pjesën veriore të Mitrovicës me e rujt elektoratin e tij. Nëse nisemi nga qeverisja e tij 4 vjeçare, domethënë ai ka pas një dështim total në gjitha sferat qeverise. Domethënë një qeveri e përfshirë për pos që s'kam bo kur gjë në asnjë segment tjetës në Kosovë, ata janë përfshirë edhe në shumë aferat ndryshme, aferat pothuajse secili digaster ministror ka qenë i përfshim në afera, kanë qenë për një keq qeverisje, edhe një mosdije, kanë dëshmu një mosdije në qeverisjen e vendit. Prandaj ati mbet vetëm veriu si një farlloj leje vendore në tina që e përdorte me veprimet e tij, e cila në fakt i bani dëm Kosovës me ato veprime që ai i bëjken atë kohë, mirë po në elektorat arritje, nxurrat kartën nacionaliste që është dinaj veç kur i duhet ajo karta nacionaliste që në deme kesh lirej veriun. A në fakt na murëm sanksione, murëm 100 në dame u ban me ato veprime që i bani ai, ju bo shtetit Kosovës, dhe tash garën ai e ka fokusin kryesor e ka Mitrovicën, se nëse mas gjithë asaj kauzet ndërtume që për mendimin tem të rrejshme e ka, në veriun e Kosovës, tash nëse humb Mitrovicën e jugut, dhe atë nga një djalë i ri, i cili për publikun e përgjithshëm të Kosovës nuk ka qenë i njohur, ndoshta për Mitrovicën po, se që është Arjan Tahiri i PDK-s, tash me hub garën aty për to kishte me qenë një goditje shumë e madhe. Prandaj është shumë i angazhuar, sidomos atje në pjesën në Mitrovicën e jugut, është me, domethënë është i ka fut krejt komplet energjinë e ka fokusuar aty. Veç që s'po flen aty me thonë kështu shkurtër shqip,